Në zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit, stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të testojë për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në procesin e numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, si dhe nxjerrjen e rezultateve përfundimtare. Kryekomisioneri Lirian Celibashi theksoi se ky projekt është eksperimental dhe ka për qëllim vetëm të përmirësojë efikasitetin dhe shpejtësinë e procesit, pa e zëvendësuar numërimin manual, i cili mbetet mënyra zyrtare e referimit dhe bazuar mbi të cilin shpahen rezultatet. Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen e informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do ta zëvendësojë procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. Përveç testimit të teknologjisë, KQZ-ja ka shtuar masat e sigurisë dhe trajtimin e stafit për të garantuar se përdorimi i inteligjencës artificiale nuk do të ndikojë në integritetin e procesit zgjedhor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh se modernizimi i procesit në teknologji duhet të shoqërohet me garantimin e sigurisë dhe besimit të publikut, duke respektuar parimet e transparencës dhe llogaridhënies. Testimi i inteligjencës artificiale në këtë zgjedhje pritet të shërbejë si një model për zgjedhjet e ardhshme në vend, duke ofruar mundësi për përmirësimin teknologjik në procedurat elektorale dhe duke forcuar besimin e qytetarëve te procesi demokratik.